Raport vendimi nr. 505 datë 28 janar 2022 për vettingun e gjyqtarit të gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, Gentian Luiz Marku, ka shumë probleme të figurës, integritetit, arsimimit dhe përfshirjes në aktivitete kriminale e pasuri të pajustifikuara. Referuar provave të zbuluara nga hetimi, gjyqtari Gentian Marku, përveç se duhej të ishte përjashtuar nga sistemi i drejtësisë, duhej të kallëzohej penalisht dhe të përballej me spakun e gjykatën e posaçme, si disa kolegë të tij që janë përjashtuar për një përshëndetje me personazh të krimit dhe 1.000 euro të pajustifikuara. Por Komisioni i Vettingut i shkallës së parë, i përbërë nga Asuela Zhegu, Brunilda Bekteshi dhe Firdes Shuli, e la në detyrë madje gjyqtari Gentian Marku i gjeti telat dhe komisionerit publik për të mos e ankimuar vendimin në Komisionin e Apelit. Një nga gjetjet gjatë hetimit është fakti që gjyqtari Gentian Luiz Marku nuk deklaroi se me çfarë punësh është marrë gjatë viteve 2005-2012 pas marrjes së diplomës false për jurist në Universitetin Luiz Gurakuqi të Shkodrës. Por gjatë kësaj periudhe të fshehur në formular, gjyqtari Gentian Marku figuron në raportet e antikrimit e shish i skeduar si subjekt për punë të pista në Lezhë, Shëngjin, Laçe, Tiranë. Ai ka deklaruar se gjatë periudhës shtator 2005, shtator 2012 ka punuar tokat dhe ka shitur perime në fshatin Blinish të Lezhës dhe ka fituar miliona lek por pa u regjistruar në tatima. Ndërsa agjensitë gjurmuese të antikrimit e kanë skeduar si të përfshirë në veprimtari të palishme pastrimi parash, kontraband, blerje makinash dhe bashkëpunim me grupe trafikimi droge, madje edhe trafikim klandestinësh deri në tetor 2010 kur u hoqën vizat. To të dhëna Komisioni i Vettingut i zbuloi, por nuk i pasqyroi në dosjen e gjyqtarit Gentian Marku, duke u bërë palë në fshehjen e aktivitetit gjatë viteve 2005-2012 me justifikimin se ka punuar tokat dhe ka shitur perime ilegalisht, kur sipas ligjit quhet fshehje e aktivitetit dhe ai duhet përjashtuar nga sistemi i drejtësisë. Në muajin tetor 2012, kur ishte 32 vjeç, pas 7 vitesh fshehje e aktiviteti punë në shtëpista, që i përkasin botës së krimit, Gentian Marku filloi studimet në shkollën e magjistratës. U pranua pa konkurim, pa u verifikuar diploma e maturës, diploma e juristit, vendet e punësimit nga që ishte 32 vjeç dhe figura penale, ndërsa pas 3 vitesh studime u bë gjyqtar në PUK Lezhë Shkodër dhe prej 10 muajsh është gjyqtar xhambaz ekzemplar në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë. U ka gjykuar dhe gjykon krimat. Më parë pamfleti publikoi edhe skandalin që gjyqtari Gentian Marku ka deklaruar se një vit studime 2001-2002, nga 4 vite studime me kohë plot për jurist në Universitetin Luiz Gurakuqi të Shkodrës, ai e paska kryer kur ishte emigrant në Itali. Edhe këtë mashtrim me falsifikim që provon se arsimimi dhe diploma e tij janë në shkeljet ligjit dhe të pavlefshme. Komisioni i Vettingut dhe komisioneri publik e kaluan në heshtje për arsye që i din ata. Kaq edhe për sot.